kemi gjetur kemi matur sasinë e mikroplastikës në ujë, në fundin e lagunave dhe tek organizmat që jetojnë në të, gaforët dhe peshqit. Është kjo gaforja madhe blu që dhe e përdorin në restorante, sepse i bën shishme patjetër. Dhe kemi gjetur në gjitha gaforët që ne mblodhëm të pranishme mikroplastikën. Dhe pastaj kur kemi analizuar përbërjen e mikroplastikës, pra për të kuptuar origjinën nga vinte, kryesisht ishte materiali që përbëhen shishet, pra qeset plastike që ne përdorim, dhe nejloni që vinte nga rrjetat e peshkatarëve. Mirë po, gaforet ose kafshët më saktë kanë një, ne i quajmë zinxhiri ushqimor. Pra gaforja ushqet me ca organizma më të vegjël se vetja. Peshqit me këto e kështu me radhë. Peshqit dhe ne njeriu jemi në majën e këtij zinxhirit ushqimor. Kështu që nëse gaforja po themi ka 10 copa plastike, ke neve mund të bëhen 100, sepse kemi ngrënë gjithë zinxhirin përpara. Gjithmonë vlen, po e përsëris gjithmonë, zgjedhja e zgjuar, që do të thotë, mos të tentojmë të shkojmë drejt peshqve të kultivuar, të cilët bëhen dhe të mëdhenj, ose në përgjithësi dhe peshku të math në trup. Pra mund të rekomandohet konsumimi peshku të vogël, që ka sardelja ose açuge që i thonë. Këto janë më të mira, se janë dhe më të vegjël, se organizmi sa më i vogël të jetë, për shembull, do përmbajë më pak.